Në lidhje me pyetjen e zotit Noka për referimet që ka bërë policia e shtetit në strukturën e posaçme, për vitin aktual 2025 janë 9 raste për fillimin e procedimeve proaktive nga 6 raste që kanë referuar në vitin 2024, pra 50% më shumë se sa një vit më parë. Janë 7 raste për fillimin e hetimeve pasurore, ku janë sekuestruar apo kanë konfiskuar 10 vila banimi, 37 apartamente, 36 subjekte tregtar, nuk besoj se ju interesojnë juve këto, zoti Noka. Po pra, 9 raste për fillimin e procedimit për grupe kriminale të referuara në prokurorin e posaçme SPAK. Në prokurorin e posaçme këto raste referojnë, nuk referojnë krimet e rëndomta. Përsa ngritët shqetësimin në lidhje me DEA-n, mund të them që DEA është një nga bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë, ata kanë dhe një zyrë në Shqipëri, është e drejtë e tyre të kërkojnë që tu raportohet atyre apo kujdo tjetër. Ne nuk kemi asnjë lloj paragjykimi për këtë, jemi të hapur, kështu që kushdo mund të ankohet si te DEA, përderisa ankohen tek opozita, padyshim që u linde drejta njerëzve të ankohen edhe te DEA, kështu që nuk gjykoj që është ndonjë problem këtu. Në lidhje me një emër të përvetshëm të një oficeri që më përmendët, unë nuk e di zoti Noka që të shërbesh në Kuks që e ka persekutim. Nëse ju mendoni që të shërbesh në Kuks është persekutim, ky është problemi juaj, jo imi. Në lidhje me dorëheqjen, ajo është akt personal dhe meqense siç kuptohet lehtësisht që ju keni kontakt me zotin Pali, mund ta pyesni cilat janë arsyet që ai ka dhënë dorëheqjen na policia edhe po t'ja pra përgjigje pyetjes. Në qoftë se të shërbesh në Kuks që nga persekutim zoti Noka, ky është problemi juaj, nuk është imi. Ai është oficer i policisë shtetit, si oficer policie ka shërbyer si shef, si oficer ka shërbyer në Kuks dhe kudo ku ka shërbyer. Ka ikur me dorëheqje, mund t'i drejtojeni dhe ta pyesni zotin Pali për çfarë arsye ka ikur. Mesazhin më të ndyrë policisë shtetit duke i thënë që kush guxon të prek narkotrafikantët, ky fundi tjetër. Pyeteni zotin Pali se tregon që keni kontakt me to dhe mund t'ju konfirmoj ai pse ka dhënë dorëheqjen edhe ai mund të përgjigjet. Vazhdoni përgjigje, ju lutem. Sa sasi kokainë në urin e kemi kapur, që urin të policia dhe punë në pikat komitare. Janë 16 kg të sekuestruar kokainë, 12 kg të sekuestruar 7 kg. Nuk i kam të ndara me këtë zë i nderuar. Nuk i kam të ndara me zëra, mund të vi një herë tjetër për atë pjesë nëse ju intereson. U a thash sasinë se sa sekuestruar, besoj që në lidhje me pyetjet e zotit. Është temë tjetër kjo, nuk kam ardhi përgatitur për këto. Unë ku kam qenë ministër do të jam unë atje dhe këtij komisioni të ndërruar nuk janë pak adjektive, do të thonë emra. Ky kontroll nga policia. Po bëj 1, 2, 3, 4. A ekzistojnë kartelet për konceptin e policisë të Shqipëri apo se ekzistojnë? A ekzistojnë organizata kriminale kush janë apo jo? Në një diskutim tjetër mund vi përgatitur për këtë çështje zoti Noka. Patjetër. Po të jetë drejtori i policisë. Kur t'ju thrasim për të raportuar duhet thrasim prapë edhe për të raportuar. Ora kjo është përgjigje. Duhet jetë i gatshëm i informuar në çdo sekond për situatën e krimit dhe të rendit në vend, nuk ka nevojë për përgjigje. Vazhdoni ju lutem me përgjigjet. Vazhdoni ju lutem me përgjigjen. Jo, nuk fye veten. Unë po. Dhe ja u thash sot jemi për buxhetin, u tregu tolerant vet drejtori i përgjithshëm që
dha përgjigje edhe për çështje jashtë buxhetit shtetit dhe sigurisht që në bazë të ligjit drejtori i përgjithshëm i policisë vjen raporton në komision për situatën e krimit dhe të rendit në Shqipëri. Ju lutem, zoti drejtor, vazhdoni me përgjigjet e pyetjeve. Zoti Noka, mos e deprotash, ju lutem shumë. Zoti Noka, ju paralajmëroj dhe ju parashtroj nga komisioni. Ju lutem shumë. Je pa boteshi. Hajde të sip. Në lidhje me pyetjet e Këshef edhe herë. Mbra, ju lutem atëherë. Ndërpritet mbledhja. Ju me ato atë ligjin pse u shqetëson, ju vetë kërkuat të ligjin. Ju kërkuat që ti të shifrin të Zoti Noka, atëherë në bazë të nenit 651 të rregullores, ju përjashtoj nga seanca dëgjimore e komisionit për fyerje të kryetarit të komisionit. Tani, ju lutem shumë, leni mbledhjen e komisionit, ju lutem shumë. Jeni i përjashtuar sepse pengon zhvillimin e rregull seancës, fyen, kërcënon drejtuesin e seancës dhe drejtuesin e institucioneve. Ju lutem shumë, lëreni sallën të vazhdojmë mbledhjen. Ju lutem shumë. Se ju lutem shumë dhe po vazhduat do t'i kërkoj parlamentit që t'ju dënojnë me 10 ditë nga përjashtimi i aty. Ju lutem shumë, leni sallën. Jeni përjashtuar, zoti Noka, jeni përjashtuar. Leni sallën, 5 minuta pushim. Mbyllë. Atëherë kthehemi në mbledhjen e komisionit. Unë sapo mora masën për zotin Noka për përjashtimin nga seanca plenare, e mbledhjes komisionit, dhe në bazë të pikës 2, në rast se deputeti nuk pranon të dalë nga salla ose përpiqet të hyjë në sallën me forcë, drejtuesi i komisionit i kërkon sekretariatit për procedurat, votimet dhe etike marrë masë përjashtim nga pjesëmarrja e komisioneve 10, 30 dhe 60 ditë. Kështu që unë do t'i kërkoj komisionit për përjashtimin 10 ditë. Dhe në rast se nuk dilni, do t'i kërkoj shërbimeve që të marrin masa për lirimin e sallës nga Noka. Ju lutem dilni se ja u thash edhe pikën 2, e regjistruat pikën 2. Okej. Jo, pika 2, s'ka nevojë pikën 4. Jo. Futet edhe pikën 4, po. Sepse këtu ju po bëni mbrojtje nakosin. Atëherë do largoni apo jo? Jo, nuk largoni. Okej. Atëherë faleminderit shumë zoti Proda për paraqitjen edhe për të gjitha përgjigjet shterruese që dha sot në seancë dëgjimore. Këtu mbyllet mbledhja edhe për ditën e sotme. Faleminderit.